në telefon sepse ajo mundet me të lajmëru në polici. Një prokurore që e ka hetu rastin për ta, ja ka ngrit akt akuzën, ta shpe rekomandojnë. Po i bëhet këshilltare një farë mënyre. Në anën tjetër një gjyqtare që e toleron krejt këtë farë çështje. Madje ato në një moment lypin kafe diçka dhe kjo i akuzuari e merr të drejtën me i thona bën edhe mu me më qitë kafe. Qa kemi pa tjetër, për shambull e kemi një prokurore që thët mu ma ka shpërla trurin. E kom pasone në intervist, viktima në këtë rast po. E kom pasone në intervist, e kom intervistu edhe ma ka shpërla trurin. Krejt këto dëgjohen brenda një audio inqizime. Në fund qërshi ambitor të përfshihet edhe një zyrtar ligjor, cilin mandeje kemi identifikua dhe ata dhe tashmë fatmirësisht është në procedurë, po i akuzuari e pyet sa mund, i pyet tash të tre prokurorën dhe gjyqtarin dhe zyrtarin ligjor, i pyet sa mundet me qenë dënime. Gjyqtarja nuk flet, njëherë, as prokurorja nuk flet, zyrtari ligjor thot shkon me gjop, kryhet, besoj që kryhet. Prokurorja i thot ti mirë që sa janë kohët pse më ke qunë në paraburgim, pse më ke qunë në paraburgim, në mbajtje më fakt, a i thot mirë që s'të kom qunë në paraburgim, dhe më do këtë që këtë diskutim, dhe më do një prokurore, një gjyqtar, krejt po flasë, do këtë e që ditëshme kur e një këta, sepse e din rolin që e kanë. Dhe më do një në 2 gradë të fuqeshme, konsiderohen pozita të fuqeshme në sistemin e drejtësisë. Edhe të dyja me përvoj, resër po flasi me... Për balë viktimës, dhe viktima ju kalëzën një lip logari, do më thonë. Do me thonë, i akuzuarit në dhe strast po. Do me thonë, i akuzuarit, do më thonë... Për balë dhënuesit. Për balë dhënuesit, po. Edhe në fund, do me thonë, a i kemi marri, kemi identifiku, kemi qu audio inqizimet edhe në gjykatë edhe në prokurori, kemi kërku prej kryetarit të gjykatës me identifiku edhe ato të prokurorisë. Gjyqtarja është aktualisht në suspendem, ajo ka bo ankes do me thonë në shkallën e 2 për vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për suspendem, Këshilli Gjyqësor duke u bazu në ato që na e kemi publiku, ka vendosëm ja refuzu ankesën e gjyqtarës, në anën tjetër, për prokurorën e Din Njupolli, ajo është në pension, kishtë dalë pak muaj më parë në pension, nuk e di nëse është ndërmarrë diçka, na kemi kërku vazhdimisht pra anës e prokurorisë me pa nëse të paktën është hasë ndonjë element që me e ndjek proceduralisht, apo edhe pas pensionimit. Edhe pas pensionimit, po ende nuk kemi marrë ndonjë përgjigje, edhe për zyrtarin ligjor tashmë që është identifiku ka nis një procedurë disiplinore e cila është duke u zhvillu në kuadër të gjykatës themelore të Prishtinës, po fatkeqësisht resol që kjo rast, ose këto raste në fakt, i kanë 2 anë, ka anën negative dhe anën pozitive. Anën pozitive, po e nisim amin me pozitivitet, e kanë që njeve na binë ndorë që të raste dhe na i ekspozojmë prokurorët, gjyqtarë, zyrtarë, policor, pozitat të ndryshme institucionale, se çka dini me bo ata brenda sistemit. Në anën tjetër, kemi raste ku viktimat dëshpërohen prej asaj që na transmetojmë edhe shpresën e vetme kanë të na, nuk shkojmë, a mu ndodhë shumë shpesh një viktime dhe unës në familje më thirë mund telefon para se me thirë policinë, ose më thirë mund telefon para se me shku në prokurori. Sepse nuk kanë besim. Sepse nuk kanë besim, edhe që to raste cilat na i ekspozojmë, nuk është, ashtu me thonë, nuk është jo rastësisht pëse është hup besimin e institucione, po e rëndësishmë është na kemi plot gazetarë, të shumë të madje, shqyqër që kemi shumë gazetarë, të cilët nëse ju bin dorë